Nga Shkodra, gjatë një takimi me banorët në njësinë administrative Rrethina, kryetari i Partisë Social-Demokrate Tom Doshi i bëri thirrje qytetarëve që të mbështesin PSD-n në zgjedhjet e 11 majit. Sipas Doshit, integrimi në Bashkimin Evropian nuk mund të ndodhë pa një përmirësim të ndjeshëm të ekonomisë në familjet shqiptare. Gjithashtu, kreu i PSD-s duke përdorur pikërisht fjalët kontradiktore të liderit të opozitës Sali Berisha, ju kundërpërgjigj akuzave të tij. Një fëmijë me ndihmë sociale merr 12.000 lekë vjetra. Një familje Shkodër me 4 persona merr 60 euro. Një kry familjar merr 25 euro. Nuk hihet në Europë as pensionistat me 100.000 lekë, as ndihma sociale me 60 euro 4 persona, as të verbrit me 90.000 lekë vjetra, një turp i madh i të gjitha qeverive. Ne kena marrë përsipër në programin ton se të gjithë janë të prekur për kësaj. Kena rreth 1 milion njerëz që janë nevojë. Në këto zgjedhje mund të marrin pjesë 1,5 milion. 60% e popullsisë janë pensionista me ndihmë sociale. E kena fillu me 1 në 2017, sot kena 3, por mas 12 maj do kena edhe grup parlamentar. Votoni Partinë Social-Demokrate sepse unë jam deputeti që ju kam përfaqësuar dhe do t'ju përfaqësoj edhe 4 vjet tjera. Në qoftë se ka një Shqipëri që ka punë me Zotin Jeti dhe Di Manushi, në regjine smundjeve që nuk mjekohen nga ilatet e skadura që shisin të re. Realizuar këtu investimin më të rëndësishëm në industrinë farmaceutike në historinë e vendit, me të cilin hidhen baza e një industrie farmaceutike ndër më moderne në rajon. Ky është Sali Berisha, pra, që kur ishte kryeministër, shkoi inauguroi Profarmen dhe tha që ky është një investim strategjik. Faktikisht Berisha nuk din gjë çfarë zoti, s'ka kanë kundër zotit gjithmonë. Ai është për aty në komunistëve që kënaqet me pa njerëzit të vujt. Sali, ti je i hajdut që është 91-shin që ke vjedhë dhe lekt e arkës PD-s. Ty është me thanë hajdut, jo mu. Din vetëm me shpif, din vetëm me shall. Humja dhe Bashkinë e Shkodrës, humja dhe Bashkinë e Vardësit. Dhe kjo i dhem shumë. Hija jeme po i del Berisha dhe në Kuks. Një mandat do t'ja marrim na PD-s në Kuks. Sali Berisha do të ketë humjen më të turpshme në 12 maj.